Mirë, imagjinoni kë. Jeni jashtë në një mbrëmje të ngrohtë. Ndoshta thjesht po pushoni me miqtë ose po shëtisni qenin tuaj. Papritur, ndjeni atë pikimin klasik. Po, një mushkoni sapo ju prishi festën. Por ajo që ndoshta nuk e kuptuat është se ajo mushkonje e vogël mund të mbartë një nga armiqtë më të vjetër të njerëzimit, mallarien. Pra, si përhapet mallaria në të vërtetë? Nuk vjen nga uji i ndotur, apo edhe nga personi në person si një ftohje. Mallaria është një udhëtar i fshehtë dhe mushkonja është makina e saj e fundit e aratisjes. Ja si funksionon, kur një mushkonje pikon dikë që tashmë ka mallarie, ajo thith gjak të ngarkuar me parazitët e mallaries, këta nga të restarë të vegjël quhen Plasmodium. Brenda mushkonjes, parazitët shumëzohen dhe përgatiten për misionin e tyre të ardhshëm. Herën tjetër që e njëjta mushkonje ju pikon, ajo injekton pak nga pështyma e saj në gjakun tuaj, dhe fshehur në atë pështyma. E keni marrë me mend, ata parazitë Plasmodium. Tani, pjesa e çuditshme, vetëm specie të caktuara mushkonjash mund ta kryejnë këtë mision. Fajtorja më e madhe, mushkonja Anopheles. Dhe dëgjoni kët, vetëm femrat pikojnë njerëzit, sepse ato kanë nevojë për proteinën në gjak për të zhvilluar vezët e tyre. Pasi paraziti është në qarkullimin tuaj të gjakut, ai shkon drejt e në mëllqinë tuaj, vendoset aty dhe fillon të shumëzohet. Disa ditë më vonë, ai shpërthen, pushton qelizat tuaja të kuqe të gjakut, dhe atëherë filloni të ndjeni ato simptoma të këqija të mallaries, ethe, të dridhura dhe ndonjëherë shumë më keq. Pra, herën tjetër që dëgjoni një mushkonje që gumëzhin, mbani mend, nuk është thjesht një kruajtje bezdisëse, është pjesë e një historie globale mijëravjeçare. Por lajmi i mirë, duke kuptuar se si përhapet mallaria, ne jemi një hap më afër ndalimit të saj. Qëndroni kurioz dhe qëndroni të mbrojtur.